Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Vlorës, së bashku me Drejtorinë e Aseteve në Bashki, ka punuar për situatën e hapësirat publike, e kryesisht për bizneset sezonale. Drejtori i këtij institucioni Sokol Kananaj, në një intervistë për televizionin 6+1 Vlora, thekson se dhënia e hapësirave publike pothuajse është mbyllur në të gjithë territorin e Bashkisë së Vlorës. Ne kemi ndjekur në bashkëpunim me Asetet, të cilat sjellin një regjistër të përcaktuar ku lejohet ushtrimi i aktivitetit dhe përcaktimi metra katror që bëhet në bashkëpunim me ne, bëhet matjet faktike në terren dhe vetë fatura e likuiditetit. Në rastin konkret hapësira publike shlyhet një detyrimi, pastaj miratohet për miratim. Dhe kjo gjë shpresoj të vazhdojë dhe në vazhdim. Pra ka nisur. Po, hapësirat publike pothuajse janë mbyllur në pjesën më të madhe të gjithë territorit dhe se fokusimi ka qenë në zonat përgjithëtare, por për të gjithë qytetin e Vlorës janë mbyllur procedurat. Kananaj theksoi se nuk ka patur ndryshime për taksat vendore, me përjashtim të taksës së fjetjes në hotel. Ai thekson se duhet që të paguhet taksa e tokës bujqësore. Për momentin nuk pas është sipas VKB-s bashkisë që ka qenë miratuar në aksit bashkiak dhe nuk ka pas ndonjë ndryshim përveç taksës fjetjes në hotel, e cila është ne gjithashtu po marrim disa masa të tjera për thirrje dhe subjekteve individ, subjekt fizik dhe juridik që kanë kontrata me Bashkinë Vlorë në lidhje me tokën bujqësore, që duhet të fillojnë të pagojnë taksat e tokës bujqësore, pasi ne po krijojmë regjistrin e posaçëm duke i njoftuar dhe interesuar për të shplyer këto detyrime. Drejtori i tatimeve në Bashkinë e Vlorës, Sokol Kananaj, thekson se po punohet për krijimin e një regjistri të qartë të tokës bujqësore. Ai thotë se do të ketë lehtësira me akt marrëveshje për ata që ende nuk kanë paguar detyrimet. Ne kemi filluar hapat e parë evidentimin e taksave bujqësore, duke bashkëpunuar me Drejtorinë e Aseteve dhe ASHK për të krijuar një regjistër database të saktë dhe evidentimi për rivlerësimin e të gjithë subjektëve. Shkojmë mundësi ndryshim për të dhënë lehtësira me akt marrëveshje të gjithë personat që nuk kanë munduar kur kanë në pronësi të tyre likuidimin, në rastin konkret kur janë me kontrata të lidhura dhe nuk kanë likuiduar detyrimet, do të kërkojmë zgjidhjen e akt marrëveshjeve që kanë me Bashkinë Vlorë. Por cilat janë njësitë administrative që kanë më shumë probleme sa i përket taksës bujqësore në territorin e Bashkisë së Vlorës? Aktualisht gjitha tokat, sepse ka tokat menaxhuara, ka pa menaxhuara, ka në pronësi, ka në raste vdekje që ka ngel në emër të pa ndarë pronësia, por që paga shumë të njëjtat problematike janë gjitha njësitë.